Do e kaloni oqeanin, unë me oqeanin nuk kam pas probleme. Mos u çudit fare kur ta shikosh, jo do ta kaloj, po flas më shumë. Po ja lëm kohë se duhet të bëj një surprizë të këndshme ty edhe Kënetës bashkë. Në këtë mënyrë, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deklaratave të opozitës se Sali Berisha ka mbështetjen e administratës së re në Shtetet e Bashkuara, madje duket se në këtë mënyrë i kundërvihet edhe afrimit në selim blu të strategut fushatës së Donald Trump, La Civita. Megjithatë, në reagimin nga Gjermania, Rama nuk dha detajet e vizitës, ndërsa ju përgjigj edhe pyetjeve mbi listën e kandidatëve të Partisë Demokratike. Ajo lista është mbyllur e Kënetës, është doni ju, speciet më të ulta të politikës, speciet më të ulta të faunës politike, prap aty do t'i keni, thot Këneta. Akuzave se në mandatin qeverisë së Partisë Socialiste ka imigrim masiv, ju përgjigj duke i cilësuar si qëndrimet Partisë Demokratike që ai e quan Kënet. Dëgjor, ekonomia rregullohet duke kontribuar të gjithë. Mandatin e katërt e kërkon, siç tha, për të marrë hak ndaj sjelljes që ju kanë bërë shqiptarëve ndër vite dhe të antarësoj vendin në Bashkimin Evropian. Por mua fundi është kur këtu që shikoni, këtë që shikoni këtu mbrapa me nga Albania këtu, ta marrim, ta vendosim tek tryeza e Bashkimit Evropian. Albania aty dhe Franca, Gjermania, Hollanda kanë një forcë, kanë një kuptim. Antar të barabartë të familjes europiane. Në Gjermani, Rama prej 2 ditësh është në Berlin, në panairin e turizmit, ku u tha se paketat e turizmit në Shqipëri janë prenotuar të gjitha.